Sendin e parë është me kujtu shpesh rëndësinë e këtyre 10 ditë. Se kjo është një shonë cila nuk përsëritet. Allah ale ma kemi imër, as kemi imër. E para. E dyta, para iftarit, bën dua. Se agjerusi e ka një dua që Allah zgjel nuk ja kthen. E treta, njëherë, mirë është me fol namazin e akşamit. Pastaj, bosh gati për taravih. Merr abdes, veshesh mirë, parfimosesh, zbukurohesh, del para Allahut subhanahu wa taala dhe e fal namazin e taravis. Pasi atë e bani pushim të vogël, që po i tham ative çajtorët mos na i dhnohen më të herët, shkoni pini një kanë espresso, kanë sen mu kthill pak, edhe me pushu pak. Pastaj gjej një vend ku kimu veçuti me Zotin tan. Edhe është me rëndësi mi shkruaj disa lutje. Se si ma mend. Do me thonë nisja më herët, fillim të Ramazanit nisja. Shkruaj disa lutje të cilët ti dhe bren. Shqip lutë e Zotin tënë. Shqip, o Allah. Si cili e ka brengat e vete? Po. Do me thonë, se cili me gajlet e vete, mbrensin e vete, që ti i full tokës, është e vërtet që i full tokës, a më ndëgjon Allah i cili janë qilë. Do me thonë, kjo është ajo cila. Thash, shkruaj një list, i shkun doat, edhe shkruaj një list dëshirat e tuja shkakive. Po be, nuk ka është bezor për Allah. Allah xhallahu aleikum wa akhirukum. I pari juve dhe i funi njerëzit dhe xhenet me konë me një vend dhe gjithë secili me lutë Allahun dhe Allahu gjithë secilit më plotësu dëshirët e cilat i ka. Me anë kasemi mulkila nuk pakohet për pasurisë Allahut, atë sa merr xhelbona prej ditë. Allahu akbar. Ka vështirë për Allahun subhanallahu. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Nuk ka vështirë për Allah. Lutëve çka takon në shtëpi, lut Allahun subhanallahu. Kërko prej Allahut subhanallahu. Allahu ka boll, Allah jep boll. Kjo është. Domethënë shkruaj një fletë duat edhe dëshirat e tuaja. E më me rëndësi është laptopin fike, telefonin fike, edhe çdo pajisje tjetër e cila të shpërndron apo të orienton për qëllimit tanë, edhe ajo është shfrytëzimi maksimum i 10 net çetu. Fillo me lexu Kur'an. Me meditim. Edhe këtu gjatë muajit Ramazanit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo ajet e cilën është përmend rahmeti ka thonë o Allah mëshiron. Kur është përmend dënimi i zjarrit ka thonë o Allah mbrojmë prej zjarrit të xhenemit. Mos haro duan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah falë mua dhe falë ty. Flej pak, një pjesë natës flej, ama jo shumë pak, sa me mor forcën. Pastaj zgjohu 1/3 e natës, merr abdes, fillo namaz natë, zgjati sejdët e tuaja, çaj para Allahut, kërkoj kërkeset e tuaja, para sifirit ndaj pak minuta, bani istigfar, gjatë ditës kujdeso që sa më pak të folish dhe të bëjsh gibet dhe të i prishish ato të mirët e cilët i ke bëu gjatë natës, përket edhe në fund i tham, plotësoj listën tonë në raport me kohën tonë të cilën e ki dhe dëshirat e tuaja. Këto ishin disa pika të shkurta. Përket lutë Allahun azza wa jall që Allah na mundson këto 10 net. Amin. Ti shfrytëzojmë në formën më të mirë dhe mos dalmi prej këtyre netve vetëm që Allahu të na kish fal gjunohet, të na kish bëu prej banorëve të xhennetit. Lutë Allahun azza wa jall që familjarët tonë të cilët janë bëu për rahmet, baballarët, nonët tona që Allahu t'i mëshiron. Amin. Allah azza wa jall neve dhe tyre në xhennetul firdaus gjithëve së bashku të na nakon. Amin. Edhe neve inshallah Allah azza wa jall prej këtij Ramazanit na del edhe të na i ka fal gjunohet, na ka bëu prej banorëve të xhennetit. Wa akhdavan alhamdulillah.